Besimtarët musliman në Kosovë dhe në mbar botën po kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit, e cila shënon përfundimin e muajit të Ramazanit. Kjo festë vije si një moment gëzimi, falënderimi dhe reflektimi, pas një muaji përkushtimi, sakrifice dhe solidariteti. Manifestimi qendror në Kosovë i Fitr Bajramit u mbajt në xhaminë e madhe në Prishtinë, ku besimtarë të shumt u mbledhën që në orët e hershme të mëngjesit. Manifestimi filloi me faljen e namazit të sabahut, të cilit i priu Hetem Efendi Sopjani, për të vijuar me ligjërat tematike, kushtuar kësaj feste nga kryeimami i Këshillit të Bashkisë Islame në Ferizaj, Ibrahim Efendi Beshiri. Islami nuk është vetëm identitet i trashëguar, as vetëm përkatësi kulturore, e as vetëm një përmbledhje rregullash të jashtme. Islami është rend hyjnor, sistem jete, formësim i ndërgjegjes, disiplinim i shpirtit dhe harmoni ndërmjet besimit, veprës dhe moralit. Ai e ndërton njeriu nga brendia, e pastaj ja rregullon marrëdhënien e tij me botën që e rrethon. Manifestimi vijoi me faljen e namazit të Fitr Bajramit, të cilët i priu kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës, Vedat Efendi Sahiti, ndërsa hutben e mbajti Muftiu i Kosovës Naim Efendi Tërnava, i cili përcolli mesazhe paqeje, solidariteti dhe uniteti për të gjithë besimtarët dhe shoqërinë tonë. Qytetarë të nderuar, morali është fryti më i bukur dhe më i vlefshëm i Ramazanit. Agjërimi nuk ishte vetëm për të ndaluar urinë dhe etjen, por për të pastruar zemrën dhe për të fistikruar shpirtin. Ai erdhi që ne të largohemi nga padrejtësia, nga fjalët e këqija, nga përgojimi e arroganca dhe të zbukurohemi me sinqeritet, butësi dhe drejtësi. Me tekst të veçantë Muftiu Tërnava, në hutben e Fitr Bajramit u bëri thirrje liderëve politik për unitet, duke nënvizuar se interesat e shtetit dhe të shoqërisë duhet të vijen gjithmonë në radhë të parë. Është e papranueshme që sot, në kohë paqe dhe në kushte të një sistemi demokratik, vendi ynë të ngesë për shkak të mungesës së vullnetit politik për kompromis, dialog, përgjegjësi dhe për pasojë zhvillimi i shoqërisë tonë të mbetet peng i krizave politike. Në momente të tilla kërkohet maturi e vedia e lartë shtetërore, kërkohet kulturë dialogu dhe mbi të gjitha kërkohet sakrificë për të vendosur interesin e vendit të kombit mbi çdo interes tjetër. Festa e Fitr Bajramit shënon jo vetëm fundin e agjerimit, por edhe forcimin e vlerave të bashkëjetesës, mëshirës dhe kujdesit ndaj njëri tjetrit. Me rastin e kësaj feste, Bashkia Islame e Kosovës organizon edhe pritjen tradicionale të urimeve në selinë e saj, nga ora 9 e mëngjesit deri në mesditë.